i nderuar zoti kryeinspektor, të nderuar pjesëmarrës, të nderuar kolegë, siç e dini, sot jemi këtu për të formalizuar një akt marrëveshje që kemi me kryeinspektorin dhe me të gjithë inspektoriatet e tjerë, por kjo nuk është thjesht një marrëveshje në letër, por është një fryt i bashkëpunimit ton dhe i shprehjes së vullnetit ton për luftimin e të gjithë fenomeneve për sa u përket inspektoriateve, që nga ndërtimet paleje, që nga shërbimet e AKU-s që duhet të ofrohen edhe deri te inspektoriati pyllor apo dhe më tej. Kështu që në këtë vazhd, bashkëpunimi midis nesh dhe kryeinspektorit dhe gjithë inspektoriateve do jetë në nivel qendror dhe në nivel lokal dhe bashkëpunimi për kraja nuk do mungoj në asnjë moment dhe asnjëherë. Gjatë kohës që do jemi në terren, grupet tuaja mbajnë ato aktet administrativ, ne pastaj mund të vazhdojmë dhe me ndjekjen penale të çdo rasti dhe të çdo veprimtarie të kundërligjshme që zhvillohet. Siç e shikoni, dhe unë këtu jam me drejtorët kryesor të drejtorive dhe të departamenteve, dhe gjithë secili nga ne do marrë detyrimet përkatëse dhe ligjore për bashkëpunimin e mëtejshëm. Kështu që jam i bindur se zbatimi me përpikmëri i kësaj akt marrëveshje do sjellë rezultate të prekshme dhe frydhënëse nga të gjithë. Kjo gjë nuk bëhet vetëm për ne si inspektoriate, por kjo është në ndihmë të gjithë njerëzve, komunitetit, pasi çdo palishmëri duhet ndëshkuar. Ju faleminderit. Nderuar zoti drejtori i përgjithshëm të Policisë së Shtetit, të nderuar pjesëmarrës, për mua si inspektori i përgjithshëm i Republikës së Shqipërisë është kënaqësi që ndodhem sot këtu bashkë me drejtorin e përgjithshëm të Policisë së Shtetit për të nënshkruar këtë marrëveshje, të cilët e vlerësoj jashtëzakonisht shumë. Ne të dy jemi në drejtim të këtyre institucioneve dhe kemi vullnetin e plot dhe shumë të vendosur për ta çuar përpara funksionimin në zbatim të ligjit, përmbushjet detyrën si inspektori i përgjithshëm unë dhe zoti Hita si drejtori i përgjithshëm i policisë. Drejtori i ceku të gjitha fushat të cilët do duhet që ne të kemi këtë bashkëpunim, por ky është një moment i veçantë sepse ne të gjithë institucionet në Republikën e Shqipërisë jemi për rreth, po themi, kushtetues të Republikës së Shqipërisë dhe të ligjeve sektoriale, të ligjeve të cilët kemi në funksionimin e përditshëm në veprimtarin tonë. Por ka shumë rëndësi që organet të cilët janë në zbatim të ligjit në Republikën e Shqipërisë të kenë ndërveprim dhe bashkëpunim të ngushtë, të përditshëm për në përmbushjen e detyrës, sepse qëllimi i vetëm është në zbatim të ligjit dhe në sigurinë dhe në mbrojtjen e qytetarëve. Subjektet të caktuara të cilët shkelin ligjin dhe janë në paligjshmëri të plotë, do duhet që edhe duke filluar nga inspektoratet, por në mbështetjen e fuqishme të Policisë së Shtetit, do duhet që ne të parandalojmë të gjithë elementet keqbërës të cilët tentojnë të sjellin në Shqipëri nëpërmjet importit të tyre ushqime të cilët janë në dëm të shëndetit të qytetarëve. Sigurisht dhe inspektorati qendror i KMT-s, i cili përsëri është një fushë jashtëzakonisht e gjerë dhe në paligjshmëri në ndërtimet paleje apo duke pasur parasysh ato të mjedisit, ndotja dhe gjithçka tjetër. Jam i bindur që bashkë me drejtorin e përgjithshëm të policisë dhe duke përfshirë dhe të inspektoratet qendrore do bëjmë një punë jashtëzakonisht të mirë. Unë vlerësoj shumë këtë moment, i cili është një moment jashtëzakonisht i veçantë dhe e siguroj drejtorin e përgjithshëm të policisë, i siguroj të gjithë bashkëpunëtorët tuaj, zoti drejtori i përgjithshëm, që të gjithë bashkëpunëtorët e mi dhe të gjithë inspektoratet qendrore të Republikës së Shqipërisë do kemi një marrëdhënie të ngushtë për të bashkëvepruar dhe sigurisht për të përmbushur çdo nismë ligjore të cilët do kemi përpara për të në veprimtarin e tyre. Ju falenderoj.